Shikuesi që mundet të ndiqni edhe nga sigla, është momenti për misafiret në studio. Do ishte shumë e bukur sikur bota të kishte paqe dhe qetësi, siç ka në një kënd tjetër, mirë po jo çdo kund. Është ashtu, fatkeqësisht kemi edhe këndin tjetër të botës, e cila do ishte shumë e bukur sikur bota të kishte paqe dhe qetësi. Një nga këto shtete është tjetër, mirë po jo çdo Siria, është ashtu, fatkeqësht kemi edhe këndin tjetër të botës, e cila do ishte shumë e bukur ka njerëz që mjetat atje. Dhe për këtë shkas, Maqedonia ishte qendër tranzitore e refugjatëve i këtyre njerëzve që erdhen nga ato shtete, shumica cilët ishin nga Siria. Për këtë shkas, ambasada e parë e fëmijëve në botë dhe shoqata Legis e qytetarëve kanë parë të arsyeshme që këtë javë në Maqedoni të shpallin javën e solidaritetit. Sadopak ne nuk mund ta zgjidhim këtë problem të madh, mirë po me gjithë kontributin edhe mundësitë e vogla që kemi, mund të zbusim të kontribojmë me aq sa mundemi. Për të folur pak më tepër rreth kësaj problematike, unë në studio kam të ftuar dy misafir. Është Driton Maliqi nga shoqata qytetare e Legis. Driton, mirë se erdhe në studion tonë. Gjithashtu edhe Jetmira Maliqi nga Ambasada e Fëmijëve, koordinatore e projektit pra nga Megjashi. Mirë se erdhe Jetmira Maliqi në studion e zgjohur me ne. Mirë se vjen. Nuk e di si jeni në mëngjes, pse ju zgjuam pak herët, ndoshta nuk e patët problem, se edhe koha e bukur, pse nuk e patët problem për të ardhur këtu. Po dishim që ja. Driton më duket pak sa me gjumash. Se ndje kur e kërkova ashtu ishte duke pjetur. Po. Ashtu do më thoni, Driton, fillimisht dua që këtë bisedë ta filloj me juve. Do më thoni si e patë arsyeshme, unë di se ju një kohë gjatë merreni me problematikën e migrantëve që vinë këtu në Maqedoni. Si erdhi deri te ideja për të ngritur një fushatë e këtillë në Maqedoni? Do të kisha filluar në aspekt kronologjik lidhe me shpjegimin e situatës të refugjatëve në gjithë anët e botës. Pothuajse 6 vitet e fundet në Siri po luftohet me rësisht atje, dhe akoma nuk po gjendet një zgjidhje e tillë. Kur përmendet sidomos Alepo nga një qytet kosmopolitar, është një sinonim i Srebrenicës, i Rečakut tonë, dhe akoma lufta nuk po ndalet. Është për të habitur fakti se pas arritjes së marrëveshjes së grupeve guerile me qeverinë dhe me ndërmjetësimet ndërkombëtare, çështja e Alepos sikur është harruar. Organizata jonë jo qeveritare së bashku me organizatën e parë për fëmijë, organizatën e parë botërore për fëmijë, e kena nisur një aksion humanitar që posa që është këtë javën e fundit e kena shpallë si javë solidariteti për fëmijët e Alepos, është ndarë në disa aspekte. Aspekti i parë është në ndihmë financiare, ku ne kena me PR-in tonë ose me marrëdhënie me publikun kena tentuar që sado kudo që njerëzit ta kenë sa më lehtë që të donojnë për fëmijët e Alepos, për popullin e Alepos, që të solidarizohen me ata. Në kohën e fundit kena edhe kuti, të cilat janë në për vende më të frekuentuara. Njëtën kohë së shpejtë në gazetën Koha dhe Lajm do të janë edhe zhërë llogarit ku qytetarët do të kenë mundësinë për të dënuar. Dhe sado kudo ja kena tentuar që t'ja lehtësojnë edhe qytetarëve për të solidarizuar me popullin e Alepos. Do të thënë këto janë aktivitete që do të ndërmerren brenda kësaj jave dhe se si do mund të donohet për sadopak siç e thashë edhe më herët të zbutet situata. Jetmira, si koordinatore e këtij projektit, më thuaj sa ishte e lehtë ose cilat ishin vështirësitë që hasër për të realizuar një gjë të këtillë dhe pse e patë arsyeshme një të mbështesni një ide të këtillë? Kishit informacione se si jetojnë refugjatët këtu në përkampet e Maqedonisë, apo pse u përkrah kjo ide nga Ambasada e Fëmijëve? Po, pra unë si koordinatore e projektit për arsimimi paqësor, u kyqa në këtë kampanjë, ndërsa si Ambasada e parë botërore për fëmijë pam të arsyeshme me qenë se bëhet fjalë edhe për fëmijë refugjatë. Do të thonë, mes refugjatëve ka edhe fëmijë të cilat meritojnë të jetojnë të lumtur, ndërsa për arsye të ndryshme u gjenden në këtë situatë të pavolitshme. Ne u kyçëm në kampanjë në pjesën e ngritjes të vetdijes tek qytetarët në Maqedoni, se ka edhe fëmijë dhe njerëz të tjerë të cilat bukfalisht kanë humbur gjithçka, do të thonë duke filluar nga shtëpitë, familjet, dhe gjenden në situatë shumë të vështirë,
Prandaj po më të arsyeshme që në mënyrë edukative të ngrejmë vetdijen tek qytetarët edhe të rinjët me anë të organizimit, domethënë ju dham hapësirë shkollave me të cilat bashkëpunojmë. Janë disa shkolla që shtrihen në tërë territorin e Maqedonisë dhe shkollat me të cilat nuk bashkëpunojmë i thirrëm nëse janë të interesuar, domethënë me një thirrje publike, të kyqen në këtë kampanjë. Pra ne do të mundohemi të ndihmojmë në atë pjesën edukative me atë që do të organizojmë në bashkëpunim me shkollat, do të organizojmë punëtori të ndryshme për për ngritjen e vetdijes së qytetarëve. Dora Cakun që e keni para juve domethënë është i përpiluar renkas për refugjatët. Ne jemi fëmijët e kësaj bote, ku nëpërmes të cilit domethënë të gjithë arsimtarët dhe edukatorët do të munden t'i informojnë në nxënësit e tyre më së paku me një orë mësimore që do ta mbajnë rreth kësaj teme. Po nëse ka interesim mundet edhe siç thash të organizojmë punëtori të ndryshme në bashkëpunim me neve me qëllim të solidarizohemi me refugjatët dhe para së gjitha siç thash me fëmijët, të ngrejmë empati, iniciativë dhe humanitet tek qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Mira, kjo më intereson të di sepse Maqedonia thuhet se deri diku e kaloi me sukses këtë krizën me përballjen me emigrantët. Si u prit ky projekt i juaj, domethënë si ofertë nga ana juaj, si u prit nga shkollat që tha se keni bashkëpunim? Sa ishin gatshëm arsimtarët, po edhe nxënësit që t'japin për kraje kësaj iniciative? Me qenë se java e solidaritetit për refugjatët u shpall dje me 27 shkurt, dhe do të jetë deri me 5 mars, sa kuptova? Do të zgjat po. Për fillim jemi me të vërtet mirë e kanë pritur mirë shkolla domethënë këtë projekt. Kemi një numër të mirë të shkollave që janë paraqitur dhe që janë të interesuara të kyqen në kampanjë. Fillimisht kemi shkollën në Diber, pastaj shkollën Komensi këtu në Shkup, shkollë fillore, Zeflush Marku, Nikola Karev dhe disa shkollat të tjera me të cilat jemi në bisedime. Pastaj do na flasësh edhe për aktivitetet më konkrete që do merrem, mirë po unë dua të vazhdoj pak te Dritoni. Driton tha se ju domethënë jeni edhe shumë mirë të informuar sepse prej fillimit jeni të kyçur me refugjatët. Si është situata nëpër kampet e këtu në Maqedoni refugjatëve? Si janë kushtet për jetesë? Kanë kushte për jetesë apo si e kalojnë kohën, ditën, natën? Po ishte edhe dimri paksa acar. Si u përballet? Organizata jo qeveritare e Ligës është involvuar qysh në fillim në këtë proces për lehtësimin e kushteve ndaj refugjatëve. Numri i refugjatëve në 2 qendra tranzituese në Xhevgjeli dhe Tambanon varion, nuk është asnjëherë i njëjtë. Në kohën e fundit i kena 50 refugjatë të cilët janë të ngujuar në qendrën tranzituese në Tambanos dhe 80 në Xhevgjeli së bashku me qendrën pranuese këtu, qendrën e azilit në Vizbek. Pothuajse 130 refugjatë. Refugjatët zakonisht ballafaqohen çdo ditë me dhimbje të njëjta, nevoja të njëjta, probleme të njëjta, por me një qëllim final për të vazhduar rrugën e tyre për në destinacionin e tyre për ku edhe kanë filluar. Do ta kemi parasysh se Maqedonia nuk është vendi i synuar nga refugjatët, por ata gjithmonë kanë tranzituar. Shteti jonë, mendoj se shteti jonë së bashku me organizata jo qeveritare dhe organizata ndërkombëtare është ndihmuar në procesin për tejkalimin e kësaj krize të refugjatëve. Ndoshta mund të themi se ndoshta edhe shteti shumë vonë është involvuar në këtë proces. Zakonisht këtë punë kanë kryer vullnetar nga gjithë anët e botës, organizata jo qeveritare të tjera. Domethënë në aktivitetet të cilat zhvillohen në këto qendra tranzituese kemi edhe projekte edukative arsimore, ne kemi edhe projekte të gjuhës angleze për të rriturit, njëjtën kohë kena edhe aktivitete sportive, kena aktivitete sociale, psikosociale dhe kështu me radhë. Por duke mos harruar se qendrat pranuese ose të themi qendra ndaluese i ngjojnë një burgu modern, që janë sinonim i një burgut, ku refugjatët pothuajse edhe mërziten për shkak se janë të ngujuar në mes të rrugës
prej ku kanë dalur për të vazhduar tutje. Ne si organizatë jo qeveritare së bashku me organizata tjera tentojmë sado kudo t'ja lehtësojmë dhimbjet e tyre. Më intereson të di sigurisht ka edhe fëmijë aty. Domethënë që është edhe çështje e prikur. Si jetojnë fëmijët nëpër këto kampe? Si ndjehen ato? Cilat janë problemet që më shumë përballen ato fëmijë? Tha se janë me izolimin ato. Faktikisht edhe një problem tjetër që edhe u potencua është edhe çështja e arsimimit, sepse ata fëmijë domethënë kanë humbur edhe vitin akademik edhe situata e tyre e mbetet në ajër akoma e pasgjidhur. Si jetojnë këta fëmijë nëpër këto kampe? Nga statistikat tona që kena janë 40% fëmijë. Fëmijët nuk është vetëm viti i parë i tyre të cilët nuk janë duke arsimuar, po pothuajse viti i 6 i tyre që vazhdojnë të janë në këtë mënyrë. Në kompet tona, sidomos në qendrën tranzituese në Tabanos është fshati i fëmijëve, një organizatë botërore, e cila mirret me edukimin jo formal për fëmijët. Njëtën kohë edhe ne si organizatë kemi aktivitet edhe për fëmijë, por nuk mund të themi se kemi ndonjë organizatë në Maqedoni e cila është involvuar në këtë proces, e cila jep një certifikat e licencuar ndërkombëtarisht. Që do me thonë që fëmijët edukohen në mënyrë jo formale, që kjo është ajo e cila ndodh tani në këtë kamp. Fëmijët janë çështje më e ndeshme, po jo vetëm fëmijët, po mund të themi se të gjithë refugjatët ku flitet, sinonim me refugjatëve lirisht mund të jetë edhe sigur njerëz të varfër, njerëz pas të re e kështu me radhë. Janë këta njerëz që vinë vetëm nga Siria apo ka edhe nga vende tjera, Afganistani, nga Aleppo? Edhe kjo situatë ka ndryshuar se në fillim pothuajse kanë ardhur nga gjithë anët e botës, kurse në vitin 2015, në fund të vitit 2015, bota filloi që të ndajë mes refugjatëve dhe migrantëve. Refugjat kryesisht ishin nga Iraku, Siria dhe Afganistani, kurse pas një kohë filluan që të janë pak më striktë vetëm për Siri dhe Irak. Kurse në kohën e fundit i kemi ballafaqohemi me migrantë të parregullt, domethënë që tash lirisht mund të pyesni çka janë të rregullt dhe të parregullt, ku shteti joni konsideron të rregullt të gjithë ata të cilët kanë hyrë në Maqedoni dhe posedojnë ndonjë dokument nga shteti jonë. Kurse të parregullt janë të gjitha tjera të cilët nuk kanë dokumente. Mund të themi se kohën e fundit në një numër më të vogël, jo njëjtë sikurse më parë, domethënë në shtetin tonë përsëri tranzitojnë migrantë të parregullt, pothuajse nga të gjitha anët e botës. Deshta më pas deshta Maqedonia gjithmonë ka qenë një farë lloj kanale për të funksionuar kjo rrutë ballkanike. A ka keq përdorime nga ana e popullatës vendase me migrantët që bëhen? Gjithmonë, duke mos i generalizuar sendat, mendoj se ka raste të pakta të cilat kanë tentuar për të keq përdorur migrantët dhe refugjatët. Mendoj se populli jonë ka qenë një popull solidar, të cilët i kanë gjek këta njerëz, duke nisur për parimit se ne kemi qenë refugjat vetë. Parimi i dytë ka qenë se për herë të parë në historinë e njerëzimit, shqiptarët i presin refugjatëve nga lindja e afërt, në lindja e mesme, të cilët nuk e kanë prapë se prapë ata vetëm janë tranzitojnë këto, që mendoj se një pjesë bukur e madhe e popullit shqiptar ka kujtime të mira me ato të cilët kanë kaluar edhe ata nëpër Siri dhe vende të tjera. Tashmë këtu në Maqedoni ka njerëz të stanguar, domethënë kanë mbetur këtu. A ka dikush dëshirë që të kthehet mbrapa apo gjithmonë synimi janë vendet perëndimore? Ana emigrantëve. Raste ka dhe raste të veçanta. Asisoj kur shumica e refugjatëve pothuajse e humbin durimin dhe vendosin që të kthehen mbrapa. Organizata botërore ndërkombëtare për migrant mirët kryesisht me deportimin e refugjatëve në vendet e tyre, por kryesisht është për vendet të cilët janë të sigurta. Si rasti konkret mund të kthehen në Afganistan ose Irak, në qoftë është për vendit të sigurt, kurse nuk mund të kthehet në Siri. Rast konkret kena pasur refugjatët të cilët ishin të stanguar pothuajse një vit para 10 dite, janë kthyer në Greqi, të cilët kanë qenë pjesë e një programit për riadmisim, që ka Maqedonia me Unionin Evropian, dhe në mesin e tyre me një vit shpresë, çdo ditë duke pritur mungjesi se çka do t'i sjellë ata, a do të ketë diçka të re ose jo.
Dhe ata mendojmë që do të jenë pjesë e ribashkimit familjar nga Greqia. Kurse kena hasur shumë raste, jo shumë raste, disa raste, që janë kthyer nëpër vendet e tyre për shkak se ose nuk kanë pas mjete financiare për të vazhduar, e dyta ka qenë se kanë humbur durimin ose kanë pasur përvojë të keqe nga ruta e cila kanë ardhur deri këtu. Si janë në sjellje ata duhet ta dinë komunikim me juve si bashkëpunëtor, si njerëz që ju jepni krah, ju jepni ndihmë. Janë të egrë, janë nervoz apo si janë në përballimin e parë, le të them. Unë mendoj se për mua personalisht është shumë më lehtë për të komunikuar me ta për shkak se flas gjuhën arabe dhe shumë jam më i pranueshëm mesin e tyre. Gjithmonë duhet të shohim refugjatët si njerëz të cilët janë në lëvizje, njerëz të cilët kanë nevojë dhe janë shumë lehtë të pranueshëm, shumë lehtë na pranojmë dhe i pranojmë njëri tjetrin. Janë njerëz që kanë nevojë me të vërtetë, janë njerëz të cilët janë të humbur në një vend totalisht të panjohur, saqë mund të themi që nënshtrimi i tyre ndaj neve pothuajse është maksimal, se me çdo sen kërkon orientim, kërkon ndihmë. Në esencë mund të themi se janë njerëz senzitiv, kurse ka dhe raste, duke pas parasysh se vijnë nga vendet luftës, ka dhe njerëz të cilët ndoshta edhe kanë trauma, po anën tjetër me një sjellje shumë të mirë kena arritur që të komunikojmë, kemi komunikime të mira njëri me tjetrin. Mendoj se edhe sjellja e tyre, e këtyre refugjatëve, duhet të arsyetohet, duhen të trajtohen mirë, sepse mendoj se historia ndryshon. Kjo që ka vëtë ndodhë sot, sidomos pas luftës së dytë botërore, asnjëherë nuk kemi pas refugjat me numër kaq të madh, dhe ne jemi pjesë e kësaj historie duke i ndihmuar këtyre refugjatëve. Si është situata, do kaloj pak te jetë mira, do më thuash me fëmijët, ju me siguri i keni patur edhe ata fëmijë. Si janë, si i ke jetuar ti vetë, fëmijët dhe refugjat? Fëmijët refugjat, du më thonë se që se i ke dhe drejtoni janë si të krejtë fëmijët tjera normal, me atë që në mes tyre ka edhe fëmijë që kanë përjetu traumat, cilat meritojnë edhe ju nevojitet përkrahje, ndihmë dhe një trajtim më special. Më shumë, do më thonë, në pjesën e terrenit janë legjisin, ndërsa ne jemi të kyçur më shumë të involvuar në këtë pjesën edukative arsimore, në pjesën e kampanjës. Kështu që do ta potencoj edhe pak faktin e gjuhës kur jemi te fëmijët, sepse ato fëmijë besoj se edhe nuk mund dinë gjuhë angleze. Si mendoni se mund t'i kyçni faktikisht i integroni në një shoqëri tjetër? Keni bëjnë kurse, çfarë po ndodh me këto fëmijë? Po, ishte si ide, do më thonë, në ambasadën e parë botërore në Megjeshi, të involvon, do më thonë, në një projekt si të ketë edhe kurse për fëmijët, mirë po më shumë ne planifikojmë ma të shfaqjeve, do më thonë të integrojmë dhe të shoqërojmë me fëmijët tjerë. Për shembull, janë si propozime ekspozita në për shkolla, ku do të mundet ato fëmijë t'i kyçim, shfaqje të ndryshme për fëmijë të përshtatura, orë, punëtorit të cilat do t'i organizojnë profesorët, arsimtarët dhe do t'i përshtatin për moshën e fëmijëve. Janë këto vetëm shkolla shqiptare, këtë duhet të potencoj që kanë pranuar bashkëpunimin, apo janë shkolla në mbar Maqedoninë edhe shkollat e tjera, edhe shkollat të mesme, apo janë shkolla fillore, çfarë tipe, domethënë cilat janë hapësirat ku do shkojnë këto nxënës, me çfarë keni bashkëpunim ju? Ky projekt ku mirë prit? Janë shkolla të mesme dhe shkolla fillore dhe janë të përzierë, domethënë nuk janë vetëm shqiptare. Nuk janë vetëm shqiptare. Janë edhe maqedone, po. Cilat janë aktivitetet, do më thënë, ma konkrete që keni parapane për këto punëtori? Do jenë vetëm vizatim, shkrim, apo do ketë edhe diçka që do jetë ma afatgjate, sepse e tha edhe dritoni nuk dihet fati i këtyre fëmijëve që ju mendoni t'i mbani vetëm, do më thënë, këtë javë, një period, apo është parapare diçka ma e gjatë? Ne kemi planifikuar, do më thonë, nivel të organizatës flasë për javën e solidaritetit të kyçemi në këtë aksion, dhe pastaj më tutje nëse lindë një bashkëpunim me Legjis, do të vazhdojmë të bashkëpunojmë, patjetër. Tërbara me rënd për sëri himbetet Legjisit dritan. Për shkak se më shumë se 50.000 refugjat
janë të strehuar në kampin në mes Turqisë dhe në mes Sirisë dhe Turqisë, që është në atë zonën shumë të afërt mrena Turqisë. Ne mendojmë se me mjetet e tona financiare të cilat do të mbërballohen të shkojmë të vizitojmë këta fëmijë atje dhe të ndihmojmë dhe popullit hale po pa marrë parasysh, kurse çështën edukative do ta kenë më tepër organizata me xhashi, ambasada me xhashi, ne do të shkojmë atje dhe për çdo aktivitet dhe për çdo lëvizje që do të bëhen në këtë aspekt, të gjithë ata të cilët do të donojnë, do të informohen në kohë dhe do të jetë gjithçka transparente. Në çfarë më tepër ndihet nevoja drejton e donimit? Ku më tepër duhet shkojnë këto mjete? Në haje, në çfarë më tepër ndihet nevoja? Ju thatë ka nevojë për gjithçka, po faktën e thashë edhe në fillim ta zbusim se ne nuk mund ta zgjidhim. Ne do të fokusohemi pasi që do ta analizojmë se çka do të ketë më së tepër të nevojë varësisht nga kampi. Ne mendojmë që më shumë të fokusohemi në ushqim dhe veshmbathje. Për shkak se çështjet edukative në Turqi vetëm se i ka qeveria e Turqisë, po dhe çështjet tjera, por zakonisht ndihmë përbërëse i dohet edhe nga të tjerat, për shkak se ky kampi jon në Maqedoni me kampin tjetër me kampet në Turqi dallojnë, për shkak se ato janë qendra permanente kurse këto janë qendra tranzituese. Po situata e higjienës, sepse gjithashtu është shumë e rëndësishme edhe higjiena nëpër këto kampe. Sa keni mundësi që ti Po do të tentojmë të gjitha mjetet sadokudo të involvojnë të gjitha komponentët përbërës çka duhet që të funksionojë një kamp. Nuk e pas parasysh ushqimin, veshmbathjen, po edhe higjienën. Po tentua 40% fëmijë. Pjesa tjetër janë të rinj apo ka dhe gjeneratat vjetra? Mendoj se nëse kopët kronologjikisht kjo punë mbrëna 2 vitet e fundit, mendoj se 30% e gjithë njerëzve kanë qenë fëmijë, pastaj gra dhe burra. Nëse shiqojmë në fillim të 2015-s, para 2 viteve, shumica kanë qenë vetëm të rinj dhe burra, që shumica kanë shkuar për të strehuar pikë së parë dhe pastaj për të thirrur familjen e tyre. Shumica do me thonë kemi pasur të gjitha shtresat e njerëzve, po që zakonisht çështja e fëmijëve është një çështje më senzitive dhe posaçërisht ne kemi edhe kujtime shumë të mira me refugjat, kena kaluar mirë dhe vazhdojmë të kalojmë mirë, por është edhe çështje e ndeshme, sidomos e fëmijëve, po edhe të tjerëve, sidomos në orën vonë të natës, kur koha ishte shumë ftohtë. Nuk ishte qendrat jonë tranzituese aty në kamp, nuk ishte mundësi për të strehuar të gjithë refugjat dhe refugjatët nuk ishin asgjë tjetër për të vetë se të vazhduar me një terr, por zakonisht kena qenë të gjithë aty për të ndihmuar ata. Roli im zakonisht ka qenë aty me një megafon duke folur arabisht për të udhëzuar, për të vazhduar për në Serbi, konkretisht për në Preshevë. Po kjo është jeta, njerëzit i vënë më të fortë se gjithçka tjetër për të arritur në ata që synojnë. Njerëzit e terrenit janë heroj për mua, më vërtet, sepse çdo ngjarje ndodh atje dhe është punë jo e lehtë, drejton nga kjo sa arrit kuptoj, domethënë që e përballur. Po dua të di, me që vjen edhe pranvera, a pritet ketë edhe trazira të reja? Unë mendoj se shteti jonë vetëm se ka bërë plan nacional deri në vitin 2020 në lidhje me refugjatët. Mendoj se do të ketë refugjat, por nuk do të ketë sigur se ka pasur më parë, për shkak se pas marrëveshjes së Unionit Evropian me Turqinë, Greqia është bërë si një vend stacioni i refugjatëve për të aplikuar për planet për bashkim familjar e tjerë. Dhe të gjithë ata të cilët nuk do të jenë pjesë e këtij programi, të gjithë do të tentojnë në mënyrë të parregullt për të hyrë në Maqedoni. Mendoj se do të ketë refugjat, historia e refugjatëve nuk ka filluar me këta refugjat, ekziston prej qysh ka ekziston njerëzimi, nuk ka mbaruar dhe nuk do të mbaroj kurrë. Kështu që refugjatët do të vinë përsëri, edhe pse për neve si shtet kjo është kriza e 4 e refugjatëve dhe shteti jonë sadokudo ka qenë involvuar në këtë proces, por nuk mund të themi se ka qenë pa përvojë.
mund të themi se ka qenë pa përvojë, por është një përvojë e re për shtetin tonë, për shkak se dallon nga krizat e mëparshme të refugjatëve. Unë të duhet përfitoj pak nga përvoja juaj personale. Njerëzit këtu, popullata këtu të neve, si ka reagu për krah refugjatëve? Unë mendoj se kemi dy popullata, dy nacionalitetet të ndryshme. Populli shqiptar mendoj se ka qenë më solidar në lidhje me këtë aspekt, qofse mirët me përqindje, për shkak se shumica shqiptarëve vetëm kur kanë bërë haxhin, kanë shkuar posaçërisht ata që kanë shkuar me autobus, kanë kaluar në për Siri, domethënë e kanë gjetur popull pak më të afërt, sepse ka kujtime shumë të mira. Po kemi pasur edhe nga ata do me thonë njëri për paragjykimeve kryesore ka qenë pse i ndihmoni refugjatëve, pse nuk i ndihmoni fukarave ose njerëzve të varfër tonë. Unë mendoj se ne fukarat i kena pasur gjithmonë, se kemi qenë popull solidar, me të vërtetë ashtu siç paraqitemi nuk do të kishin ekzistuar mesin tonë të varfër, por jemi pak edhe të prirur për të kritikuar, por rastin konkret mendoj se populli shqiptar e ka kaluar në aspekt pozitiv këtë krizë të refugjatëve. Është për të përshëndetur vërtet ky fakt, sepse e thatë domethënë refugjat ka pasur, mirë po megjithatë kjo ishte një val e madhe dhe pastaj ekzistonin edhe rezerva se si do mund përballemi. Pasi që ka qenë qendër tranzituese, ne kemi pasur kanë qenë të rëndësishëm disa komponentë. Ka qenë shumë i rëndësishëm ushqimi, veshmbathja, udhëzimi, motivimi dhe mbi gjitha edhe një buzëqeshje të cilën ja ofron, se dikush është duke pritur për juve për të kujdesur, ka qenë një motivim shumë i madh për ta. Atëherë ka shumë çfarë të thuhet për emigrantët, mirë po koha jonë premtoi kaq, unë do doja një mesazh të fundit nga juve, jetë mira si koordinatore e projektit, edhe ju. Unë i kisha ftuar të gjithë qytetarët, edhe sidomos gjeneratat më të reja të kyqen në këtë kampanjë, sepse është një mundësi ku mundën të shprehin solidaritetin e tyre, ku mundën të zhvillojnë empatinë dhe të shohin se si mirën iniciativat, si duhet të reagohet në këto raste kur njerëz të tjerë gjenden në fatkeqësi dhe dhe sa është e nevojshme dhe si është të kyqen në aksionet të tilla humanitare. Po dhe në datën 5 mars, domethënë është edhe përfundimi i fushatës. Driton? I javës së solidaritetit, po kësaj fushate. Është më së vërtet se ne nuk mund të ndihmojmë çdo kujt, po çdo kush mund të ndihmojë çdo kujt. Kështu që të solidarizohemi me këta njerëz, se ajo që po i ndodh këtyre sot, mos harrojmë se mund të na ndodhë edhe neve nesër, duke menduar me empati, gjithmonë do të jemi edhe më të suksesshëm. Unë falenderoj shumë që gjetet kohë të jeni sot në studio në Zgjohu me ne. Shpresoj se do keni edhe aktivitete tjera dhe mundësi tjera për t'u takuar.